Policia e Tiranës ka zbardhur atentatin me eksploziv ndaj automjetit të Oltion Klosit, një ngjarje e regjistruar 6 ditë më parë në kryeqytet. Si rezultat i hetimeve janë arrestuar 7 persona të dyshuar si pjesë e një grupi të organizuar që planifikon dhe realizon vendosjen e territorit. Mes të arrestuarve ishte dhe Saban Uzi, të cilat i është komunikuar masaj sigurisë arrest me burg. Ai ndodhet tashmë në qeli prej disa muajsh për llogaritë një hetimi tjetër që po zhvillohet nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas hetimeve paraprake, Nuzi dyshohet se ka urdhëruar dhe financuar vendosjen e eksplozivit në automjetin e Klosit për shkak të një borxhi të pashlyer. Dyshohet se bëhet fjalë për rreth 15.000 euro, të cilën Klosi ja kishte marrë Nuzit gjatë qëndrimit në Spanjë. Megjithatë, motivin e plotë të ngjarjes pritet të zbardhet më tej nga hetimet e prokurorisë së Tiranës. Policia arrestoi gjithashtu Jorgen Gjona, i cili dyshohet se ka patur rolin kryesor në vendosjen dhe shpërthimin e sasisë së territorit. Ai dyshohet se është ndihmuar nga Renato Balla, Cristian Amerama dhe Eclipse Leti, të cilët sipas hetuesve kanë siguruar informacionet mbi vendodhjen e automjetit, fotografitë të tij, biçikletën me cilën është larguar autori, si dhe banesën ku u strehua pas ngjarjes. Ai dyshohet gjithashtu se ka ndihmuar dhe në sigurimin e lëndës plase. Ndërkohë, 3 persona të tjerë, Glentian Kojtari, Dorian Hamodhi dhe Geri Smolla, dyshohet se kanë përkrahur autorin pas kryerjes së atentatit. Sipas policisë, gjithë grupi i konsideruar si kriminal do të dalë përpara gjykatës brenda 72 orëve për vlerësimin e masave të sigurisë. Saban Uzi është një emër i njohur për policinë. Ai u arrestua në shtator të vitit 2025 gjatë një operacioni te prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar si pjesë e grupit kriminal të Aurel Hoxhës. Ky i fundit të ndodhej prej muajsh në kërkim, pasi dyshohet se ka porositur vrasjen e 22 vjeçarit Kleviz Leshi në vitin 2020, ndërsa sipas Pakut, Nuzi dyshohet se ka pasur rolin e ekzekutorit në atë ngjarje.